Territori shqiptar për datën 28 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mot të vranë dhe merreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga shira të herë pas hershme në zonat veriore dhe qendrore, ndërsa pasditja do të theksojë rreshjet në zonat perëndimore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës nuk priten intervale të gjata me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 28 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 28 janar do të jetë rreth orës 6:50 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:57 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 4 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi 2 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 13 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 5 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan 6 deri në 13 gradë Celsius. Berat 5 deri në 12 gradë Celsius. Korçë -1 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 3 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 6 deri në 14 gradë Celsius.